Aktivistja shqiptare nga Sanxhaku, Amina Nuraj, është përballur me kërcënime pas deklaratave të saj të ashpra kundër deputetes së Kuvendit të Kosovës, Duda Balje, në lidhje me idenë e krijimit të një komune bosnjake në Kosovë. Në një postim të publikuar në rrjetin social Facebook, Amina Nuraj shpreh qartë dhe me tone të forta kundërshtimin e saj ndaj çdo përpjekjeje që sipas saj synon ndarjen territoriale dhe etnike të Kosovës. Sipas Nurajt, ideja për krijimin e një komune bosnjake është një hap drejt ndarjes së vendit dhe hap rrugën për kërkesa të ngjashme nga komuniteti serb. Ajo thekson se Kosova është dhe do të mbetet një shtet shqiptar dhe çdo përpjekje për ta ndarë atë përbën një akt armiqësor ndaj interesave kombëtare të shqiptarëve. Rreth 5 prej tyre më sulmuan për shkak të deklaratave të mia në lidhje me Duda Baljen, ka shkruar ajo me një ton sfidues, duke mos hezituar të bëjë publike kërcënimet që ka marrë. Aktivistja e bashkruan Kosovën si një pjesë të pandar të identitetit të saj, pavarësisht se nuk është rritur në atë tokë. Ajo përmend sakrificat e dëshmorëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke thënë se Kosova është fituar me gjak dhe nuk duhet lejuar që të ndahet apo të komprometohet. Nëse Duda Balje dëshiron të ndajë Kosovën në komuna bosnjake, atëherë po jap rrugën edhe komunave serbe. Kushdo që mendon se mund ta ndajë Kosovën duhet ta harrojë. Kosova është dhe do të mbetet e shqiptarëve, shkruan Nuraj me vendosmëri. Ajo vë në duke se historia e Kosovës është histori e vuajtjes dhe rezistencës. Sipas saj, pavarësia dhe sovraniteti i Kosovës nuk janë për diskutim dhe nuk mund të jenë pjesë e lojrave politike të askujt. Pas Zotit, dashuria ime më e madhe është Kosova ime. Ajo është pjesë e shpirtit tim. Kush e prek atë është armik i hapur i popullit shqiptar, përfundon Amina Nuraj postimin e saj. Kërcënimet ndaj saj janë dënuar nga mbështetës të saj, të cilët kërkojnë që autoritetet kompetente të merren me rastin dhe të garantojnë sigurinë e aktivistëve që shprehin mendimet e tyre në mënyrë paqësore. Rasti Amina Nuraj sjell në vëmendje tensionet që ende ekzistojnë në një diskurs politik të tensionuar në Kosovë në raport me çështjet e ndjeshme të ndarjes etnike dhe përfaqësimit të komuniteteve jo shqiptare, ndërkohë reagimet rreth propozimit të Duda Baljes për themelimin e një komune bosnjake mbeten prej kohësh të ndara, ndërsa çështja pritet të vazhdojë të jetë pjesë e debatit publik në javët në vijim. Amina Nuraj shkruan në Facebook: rreth 5 prej tyre më sulmuan për shkak të deklaratave të mia në lidhje me Duda Baljen. Kosova është shtet shqiptar dhe do të mbetet i tillë. Kushdo që mendon se e ndan atë ose ka plane për të njëjtën gjë, duhet të harrojë këtë gjë. Kosova ka qenë ndarë me shekuj, na e kanë vjedhur për shekuj me radhë, por sot, fal ushtrisë sonë legjendare dhe vullnetit të Zotit, është përsëri e jona dhe vjen një farë Duda Balje dhe dëshiron të ndajë Kosovën në komuna bosnjake dhe dëshira e saj e vetme është që nëse e pranon të njëjtën gjë, tu mundsoj vëllezërve të saj serb të marrin edhe ata komunat serbe dhe shqiptarët e Republikës së Kosovës nuk do të pyeten më për asgjë në vendin e tyre. Pas Zotit, dashuria ime më e madhe është Kosova ime, edhe pse nuk jam rritur në atë tokë, ajo tokë është pjesë e imja. Një pjesë e imja do të mbetet. Kushdo që fillon të ndajë tokën time është për mua një armik i hapur i popullit shqiptar, sepse ushtarët tanë nuk u bën dëshmorët kot. Kosova është i vetmi vend ku shpirti im dihet i lumtur, ku mushkrit e mia mund të marrin frymë më lehtë. Juve keni pasur një reagim të jetë ashpër për kundrejt deputetes nga komuniteti bosnjak Duda Balje. Si e gjykoni kushtin e saj që thot, japim votën për secilin kryeministër që formon komunën e bosnjakëve? Po, mas pari, zonja Duda Balja nuk është bosnjake, ajo është gorane, ato e din krejt Kosova, po ajo është femën që keq përdor kombin bosnjak për punën e vetë. Sepse një femën që, qysh me tham, aja deri dje, krejt e dim që u dal me Shqiponjen, u dal me flamurin, po pas kur ka kalu Banjska, u ndryshu krejt. Se krejt e dim, nese Zotri Albin Kurti dhe shtetit Kosovës se jep komunat bosnjakëve, serbët ka me lyp të njëjtë. Edhe pas taj s'ka me pas qare, pa qenë komunat serbe edhe komunat bosnjake në Republikën e Kosovës. Edhe aja është u keq përdor Republikën e Kosovës, mas pari Republika e Kosovës cila ja ka jap bukën me hangër, ajo është u keq përdor. Une po thëm nëse jam prezidentja shtetit të Republikës e Kosovës, në vend e kisha marrë në shtetësi Dudës Baljes. Sepse ajo është femna që veç që shkatron Kosovën.
ajo nuk është femna që i ndihmon as bosnjakëve, as shqiptarëve, as këtu e tjeq. Aja veç ka në planin e vet me shkatru Republikën e Kosovës. A mendoni se zonja Balje ka marrë direktiva nga Beogradi apo dhe vetë Milan Radojičić? Une e kam shkruar edhe një postimin në Facebook, edhe jam 100% sigurt që aja u taku me Milan Radojičićin edhe që krejt urdhrat që ka aja, që thot në Kuvendin e Republikës së Kosovës, janë urdhra nga Beogradi. Dua të rikujtojmë gjithashtu se Ramush Haradinaj i ka mbështetur më sa kërkesën që zonja në fjalë ka bërë dhe ju e keni cilësuar këtë si një turp i madh. Pse ky reagim nga ana juaj? Pse keni reaguar kaq ashpër ndaj zotit Haradinaj? Për mu, zoti Haradinaj ka qenë një heroj tepër i veçantë. Një njeri edhe një politikan që kam dasht me shpirt edhe me zemër. Edhe une hala kam respekt për ta. Por punën, qysh ka dëshira i me captu Kosovën, e me ja dha një femnes që u taku me Milan Radojičićin edhe që ka urdhrat për Beogradit, që atu më ka i dnu shumë. Sepse si një njeri që ka humbur vllaznit në luftë, një njeri që vjen nga një familje tepër historike, pas familjes jashtare është familja Haradinaj. Një njeri me dal për asaj familjes që ka thënë të gjitha për Kosovë, me dal edhe fol me mbështet Duden Balen për coptimin e Republikës së Kosovës. Për mu nuk është as zemra e patriotit, nuk është as një pjesa që është normale. Nuk është situata hiç normale, sepse une jam rritun edhe jam shkollum për fatin e keq në Serbi, edhe jetoj për Republikën e Kosovës, edhe me mprek dikush Republikën e Kosovës, unë jam gati në çdo sekund me nis me luftu për tokën të. Edhe ai si një luftetar po thot që është gati me pas marrëveshje me Duden Balen edhe me ja jap komunat bosnjake. Për mu s'ka kuptim. Si mendoni ju se po ndikon Serbia në ngërqjen e të zgjatur të konstituimit të institucionit të Kosovës, dhe cila është zgjidhja në gjykimin tuaj? Po për mu zgjidhja e vetme është mu bashku shqiptarët, edhe mos me pas armiqësinë ndaj vetit, sepse çdo problemi që është në Kuvendin e Republikës së Kosovës edhe në vetë shtetit e Republikës së Kosovës, serbët janë të kënaqur.